Ne sapo kemi dorëzuar në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkesën në drejtim të kryesuesit të seancës zot Damir Deari për mbajtjen e vazhdimin përkatësisht të seancës konstituive për nesër datë 14 gusht në ora 11, siç kërkon rregulloria e Kuvendit të Kosovës, sepse rregulloria siç dihet tashmë kërkon që të ketë mbledhje ose vazhdim mbledhjes çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetutës, atë gjykimit gjykatës kushtetuese dhe rregullores së punës së Kuvendit. Ju tashmë e dini që afati për konstituimin e Kuvendit ka kaluar, është shkelur kushtetuta, është shkelur atë gjykimi i gjykatës kushtetuese, megjithatë, siç ka përcaktuar gjykata kushtetuese e Kosovës, shkelja e afatit ose kalimi i afatit për konstituim nuk e shun detyrimin që kemi ne si deputet për ta konstituar Kuvendin, qoftë edhe mas afatit kushtetues, sepse gjykata ka thënë që mos respektimi i afatit nuk e shpërndan Kuvendin. Pra Kuvendi duhet të konstituohet në çdo rast dhe ne jemi deputet të betuar, deputet me mandat dhe funksion të plot, dhe këtë funksion po na e pamundson me ushtru lëvizja vetëvendosje. Unë nga këtu në emër të Partisë Demokratike e Kosovës i bëj thirrje deputetit Albin Kurti që ta lejoj zotin Deari të thrasë mbledhjen në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës. Zoti Deari është kryesuesi i seancës konstituive vetëm për një cilësi, vetëm për shkak të moshës së tij, për asnjë gjë tjetër. Atij nuk i takon të jap asnjë vlerësim politik, atij nuk i takon të komentojë marrëveshjet politike eventuale. Ai ka një rol teknik për të thirrur seancën në përputhje me rregulloren dhe për ta realizuar atë seancë. Kushtetuta e Kosovës nuk është statuti i lëvizjes vetëvendosje, që të varet nga vullneti politik i vetëvendosjes zbatimi i saj. Kushtetuta e Kosovës është akt që duhet të i nënshtrohet, subordinohet çdo aktivitet politik, jo e kundërta. Nuk mundet një aktivitet politik, në këtë rast mungesa një marrëveshje politike, të subordinoj Kushtetutën e Kosovës, të suspendoj zbatimin e saj. Prandaj ne jemi sot këtu për të kërkuar thirrjen në seancë 3, vazhdimin e seancës përkatësisht për të ndënuar në vend kushtetutshmërinë, ligjshmërinë dhe për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Zoti Gruda, tashmë veç ka një shkelje kushtetuese bazuar në gjykimin e 26 shtunë vitit të kaluar që thuhet se seanca Kuvendi duhet të konstituohet në 10 ditë pas çertifimit të rezultateve. Ai nuk duke shqyrtu ndërmarrjen e veprimeve në këtë rast vendimin në gjykatën kushtetuese për një gjë të tillë, me që gjykimi në fjalë nuk përcakton pasojat juridike që mund të shkaktohen prej domosdoshmërisë së konstituimit brenda afatit. Faleminderit për pyetjen. Në gjykatë kushtetuese dërgohen për interpretim normat përkatësisht nenet të Kushtetutës së Kosovës. Në gjykatë kushtetuese në asnjë vend normal nuk dërgohet për interpretim vendimi i gjykatës kushtetuese. Se do të ishte të kërkosh interpretim mbi interpretimin. Gjykata kushtetuese ka dhënë interpretim. Edhe ka thonë që brenda 30 ditë jo vetëm duhet të fillohet, po duhet të kryhet konstituimi. Do të ishte absurde me dërgu interpretimin për interpretim. Sepse pushteti e don me kriju këtë absurditet. Me thonë çoni për interpretim edhe një herë interpretimin. Falni, kjo është çesharok. Nuk po them ju, është çesharok e kërkesa që bëhet prej pushtetit. Që të kërkohet interpretim mbi interpretimin. Për sa i përket diskutimit publik se nuk pas ka pasoja nga shkelja e afatit, s'pas ka përcaktuar Kushtetuta e Kosovës. Edhe kjo është një mungesë e njohjes elementare të koncepteve bazë drejtësisë kushtetuese. Dhe Kushtetuta e Kosovës nuk ka asnjë defekt këtë pikë, që po ju përmend disa raste. Po i marrin 3 vendet më të mëdha të Bashkimit Evropian. Kushtetuta gjermane e ka të njëjtin formulim. Thot, Bundestagu gjerman mblidhet 30 ditë mas zgjedhjeve. Pikë. Nuk thot çka ndodh nëse nuk mblidhet. Kushtetuta italiane thot, Senati italian mblidhet 20 ditë mas i marrën zgjedhjet. Nuk thot çka ndodh nëse nuk mblidhet. Kushtetuta e Francës thot, Asambleja Kombëtare e Francës mblidhet 8-2 mas zgjedhjeve. Nuk thot çka ndodh nëse nuk bëhet. Se po të shkojmë sipas kësaj logjike, duhet me marr krejt Kushtetutës, me ashtu ka një fjali shtesë, mas çdo norme, duhet realizohet kjo, pikë, nëse s'bëhet, bëhet kjo, bëhet kjo. Do të ishte absurd të mendohet që mas çdo norme kushtetuese, për ta përfunduar ditën, mas çdo norme kushtetuese të vendoset një sankcion. Kjo nuk është natyra
e kushtetutës. Kush një pak historinë e shkrimit kushtetuta, pe kushtetutës parë moderne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E mazandaj gjithë Evropën, veçanërisht mashtrutet e dytë botërore, e kupton që kushtetutat nuk shkruhen çashtu. E tash më thoni mua, a është gabim ligji themelor gjerman, që unë thon kushtetuta gjermane, që thot qartazi që Bundestagu themelor për 30 ditë pikë dhe nuk cakton sankcion, a është gabim kushtetuta italiane, a është franceze? Për çka jemi të fol? Ne jemi mbrana një absurdi, edhe po përsëris edhe një herë ato që thash. Kur tha zoti Deori që nuk ka sankcion, nuk e thirrin, ma kujtoj atë fabulën e moralit të atyne që vjedhin. Ata që vjedhin në një rast kishin pas thonë, nuk është marrë me vjedhë, marrë me të zonë të vjedhë. Do të ma kujtoj. Si mundesh me thonë për kushtetutën e vendit tonë, edhe e funi që po du me thonë. Vitin e kaluar, që kuvend, jemi mbledhur 1050 herë. 1050 herë. Sepse partia që i kishte fituar zgjedhjet thoshte unë kam drejt me propozu, edhe vinte propozonte. Ne i thëshim, nuk është e mjaftueshme e drejta me propozu, duhet mi pas vota. Ata insistonin që me që kanë drejt me propozu e thirrin çdo katet e tyre. Në rregull, këtu jemi mbledhur 1050 herë. Sot që i kanë votat, nuk propozojnë. Pra kur si kishin votat, vinin propozonin, kur i kanë votat nuk vinë me propozu. Logjika është e njëjtë, qëllimi e njëjtë, me blloku Kosovën. Fatkeqësisht Kosova është e bllokuar me gati 2 vjet. Dje e dëgjuat vetë ju nga Gërvalla një opcion ose një interpretim nga ajo që thotë se kanë 30 ditë nga dita që kanë njësër seanca. Dhe ju thotë që megjithatë duhet të konstituohet kuvendi për të proceduar tutje. A në kupton kjo që veprimin do ta bëni pasi që të bëj konsiderimit që është një kryesi e ditëshme ajo që zgjedhet nga kuvendi? Është e lehtëshme me majtë seanca, sepse thash gjykata kushtetuese ka thonë kuvendi duhet themelohet qoftë edhe mas afatit. Zonja Gërvalla tha dje, duhen 30 ditë nga nisja e seancës. Gjykata kushtetuese ka thonë jo nga nisja, nga certifikimi i zgjedhjeve. Qartë azi, shqipe e qartë, nga certifikimi i zgjedhjeve 30 ditë, jo nga majtja e seancës. Ajo tha që do të themelohet me 7 shtator. Mone pak për fjale, e momni edhe mu për fjale që VV-ja nuk e bën as me 7 shtator të vendit. Po sepse ka 2 qëllime politike që do në imri. I pari është me majtë Kosovën bllokuar deri ditën kur pretendon me marrë pushtetin. Absolut, që është me marrë dhe presidentin e Kosovës. Nëse në këtë rrugë nuk arrin me marrë presidentin, ata po dhe me që venin zgjedhje në një datë që konvenon natyre. Moni për fjalë do një nga Gërvallën, thanë kuvend do të formohet kundër kushtetuese. Në fakt i shtoi edhe 30 ditë që i vjen, kuvendi po themelo ka për 60 ditë. A gjeni dikush një fjalë diku në jurisprudencën e gjykatës tonë kushtetuese, në kushtetutën rregullore që kuvendi u themelo ka për 60 ditë. A keni ndëgjuar kush ne se besoj se ekziston ajo. Po e shpikin çdo lloj interpretimi absurd, sepse rendi kushtetuesi i Kosovës tashmë është përmbysur. Rendi kushtetuesi i vendit përmbyset ditën kur mekanizmat kushtetues që janë të paraparë me mbrojtje sistemin nuk respektohen. Në këtë rast gjykata kushtetuese nuk respektohet, vendimi i saj nuk respektohet, prandaj neve na duhet rezistencë tjetër politike, qytetare e çdo formë tjetër për me mbrojtë kushtetutën. Që keni po dje komentet e disa individëve të pranishëm kuvendin e Kosovës, e po njëri prej tyre ka kërcënu, po mendoj ka bërë thirrje edhe për përshkatimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Po absurde, por na besoj në Kosovë mund të kemi dallime politike, plot mund të kemi lloj lërësimesh politike me Ramush Haradinajn, po që Ramush Haradinaj është një heroj gjallë i Kosovës, ajo nuk diskutohet. Edhe ti me ndëgju njeriu që thot asi fjalësh është trishtuese, po ajo ta dini, ajo është ushqyer, ajo lloj propagande me vite dhe vazhdon të ushqehet për pushtetit, sigurisht ajo manifestohet tani informativ. Zoti Gjykata nëse bëni fytyrë, vitin e kaluar 2025-ën, Gjykata Supreme ka marrë vendim pas shkucizuar në vendim të ministrit e Kur'an Muratin atë, pasi se ka bërë vetimin si deputet. Domethënë pas shkucizuar vendimin e tij për fiskalizimin e artave fiskale. Dje pamë që Severia mbajti prapë një dhe prapë mori disa vendime, nëse këto e përjashtesme, a duhet me vepru prokuroria në këto raste? Absolutisht. Çdo vendim që merr një qeveri që mban funksionet paligjshme, nuk ka drejt kryeministri kurrë ministrat me kanë në kohë edhe funksionar ekzekutiv edhe pjesë legislative, është çdo vendim që merret është i paligjshëm. Në çdo pol që afektohet nga ato vendime, shkon në gjykatë, fiton rastin siç e ka fituar ai rast në gjykatën supreme. Prokuroria i dashur të vepronte është vepër penale, është absolutisht vepër penale. Një ditë kur pushteti ndroi, këto çështje do t'i adresoj një qeveri e re. Deri atëherë
ne jemi në një moment kur rendi ligjor dhe kushtetues është përmbysur apo përpiqemi me rikthyer normalitet. Faleminderit shumë zotëri. Mos shkoni te mikrofona.